Sa i përket çështjes aleanca si parti familjare. Kjo është një perceptim shumë i gabuar, sepse kur flasim për Ramush Haradinaj, e kam thënë edhe në një studio tjetër, dhe për Davut Haradinaj, ata vërtet janë dy vllazën, mirë po janë dy personalitete në vete. Nuk është se Ramushi e ka bërë Davutin apo Davuti Ramushin, nuk mund ta konsiderojmë çështje vëllazërie kjo. Po Davut Haradinaj është personalitet në vete, dhe Ramush Haradinaj personalitet në veti. Pra, kemi të bëjmë me dy personalitete si që ka gjithkund në botë. Jo vetëm tek ne. E keni pas rastin Poloni, ku ka qenë vllavi president dhe vllau tjetër ka qenë kryeministër. Ose në Mbretëri Bashkuar ka qenë kundërkandidat. Pikërisht, ku ka mund me qenë kundërkandidat. Ose keni Zoti Bislimi, po kur po thoni që nuk është problem atëherë, a mendoni që ratio në këtë grackën e manipulimit që kemi thonë, kanë thonë të tjerë që vazhdimisht është parti familjare? Për me u zhvesh nga kjo kompleks? Këto janë fatkeqësisht gjona që ja kanë vesh aleancës dhe janë mundu me përdor, po kjo nuk është as argument, as fakt. As nuk është e vërtet për brenda aleancës. Dhe dyta, aleanca nuk është problemi, as ka qenë asnjëherë problemi Ramushi e Davuti. Kundrazi, ata janë fuqia dhe ka qenë fuqia dhe do të jenë fuqia aleancës. Davut Haradinaj nuk është raport që jep dorëheqje prej postit të deputetit. Kanë dhënë gjithmonë. Urdhra? Gjithmonë kanë dhënë njëri. Ka dhënë edhe përpara dorëheqje dhe në vend ti ka shkuar se din Dreshaj. Dhe kjo praktik faktikisht ka ekzistuar edhe më përpara. Ajo që e ka bën Davuti nuk është tërheqje prej aleancës as prej politikës. Është thjesht një, si ta quajmë, një akt gentleman, domethënë një burri duhur nderit, i cili mundohet, siç u tha, me dhënë hapësirë dhe të tjerëve, sepse ai shkon sa herë që do deputet. Sa herë që të garon, Davut Haradinaj i ka votat e veta, si ka tjetër kujt, po i ka të vetat, e sheni fuqien që e ka në elektorat, pra ai ka mujt me një deputet dhe mundet. Edhe në këtë rast, Ramushi nuk ka qenë problem pse u tërhiq prej kryetarit. Unë kam qenë edhe njëri prej projektuesve të reformave në aleancë, dhe kam qenë edhe në mbledhjen e kryesisë, e montari kryesisë. Ramush Haradinaj mbetet figurë kryesore qendrore në aleancë dhe është aktivist i aleancës si që ka qenë gjithmonë. Mirë po, është ndrimi i udhëheqësisë që ka qenë e nevojshme dhe ai e ka theksu vetë pse. Ardian Xhini tani nuk është pa Ramushin edhe pa Davut Haradinajn edhe pa familjen Haradinaj për mbrapa. Përkundrazi, ato janë simbol i aleancës dhe do të mbesin përgjithmonë. Prandaj kjo është edhe fuqia e aleancës, sepse sot Ardian Xhini është fuqi udhëheqëse, mirë po për mbrapa i ka dy vëllezërit, të cilët siç e theksova më herët janë personalitet, dhe kjo nuk përbën jo vetëm problem, po përbën fuqi për aleancën. Prandaj nuk është që ta kupton qytetari se nuk ka qenë asnjëherë problem Ramushi. Unë do ta shpjegoj edhe më gjëra gjatë. Është ky diskutimi Zoti Bislimi që ka mujt me qenë. Dhe na besoj ka kuptuar Bislimi, besoj edhe qytetari. Arsyeja pse unë mora këtë shembull, pikërisht ta thash këto sepse është tentuar gjithmonë që me minimizuar aleancën të thënë këtë fakt, edhe është çdo legjislaturë. Ama ka eci në racion kjo. Ka eci prandaj sepse këta kanë kuptuar logjikën se dikuj ku ja përsërit çdo ditë një diçka, fillon edhe me mendu që është e vërtet. Sepse e tha Bislimi që gjithmonë e kanë dhënë dorëheqje ose Ramushit ose Davutit për vetëm rastin kur u ndinte të trahtuar prej Limës, edhe nëse njëri prej tyre na jep dorëheqje vinte në shprehje një kandidat i nismës në atë kohë. Edhe Uzbek halo më shumë fuqi aty në kuvend dhe provun me përdor këtë argument për me sulmu aleancën përmes tyre. Njëjtë kur provun masi që dha nuk vazhdoi Ramushi të rikandidohet e që ke shembulli më demokratik që ka një lider i partive politike të Kosovës. Madje edhe përgjedhja e numrit ishte shumë fizike nga Zoti Haradinaj. Edhe nuk e dini cili subjekt politik e ka bën në këtë frym që lideri kur përfundon mandatin nuk rikandidon, përkundrazi qëndron shumë i fuqishëm pas atij që zgjedhet dhe kandidon për kryeministër, nuk ka ndodhur në skenën politike të Kosovës. Përkundrazi kemi rastin e vetvendosit me Visa Imerin që ka shkuar deri në përçami plasaritje. PDK-ja nuk është që ka bën një vullnetare për shkak të arrestimeve dhe akuzave që kanë qenë atje, dhe LDK-ja dim raste që kanë ndodhur me Docin e me Sidin me këta, do të thotë nuk ka ndodhur asnjëherë një frym që e ka njeh
Ramush Haradinaj, edhe sa i përket kësaj na provum prap gjatë fushatës këtë narracionin që me përdur në të kundërtën tash, që Aleanca nuk do ta kaloj progën se nuk është Ramushi kryetar dhe nuk do ta ketë më elektoratin. Dhe këta e dëshmuan që Aleanca nuk funksionon me emrin. Aleanca ka funksionuar me logjikën, me kontributin, me ata që qytetarët e kanë vlerësuar, sepse Ramushi ishte gjithmonë pas Ardianxhinit dhe në disa fushata elektorale kom dëgjuar ti thonë Ardianxhinit do të më kesh të kom gjatë gjithë jetës. Ardiani ka qenë një figurë shumë komplekse, e përgatitur, një djalë që nuk i ka mungu prap pjesa e luftës që nuk ka dallu pe Ramushit sepse ka qenë pjesë e luftës shtetit Kosovës, shok i tyre, prandaj është me ta dhe Dauti përveç që nuk e ka zbe që ka qenë pjesë Aleancës si vëlla, po unë mendoj që një pjesë të madhe, mos më thonë pjesën më të madhe meritore, këtë fushatë ka Daut Haradini sepse ka punuar në mënyrë intensive dhe besoj që ka një merit madhe për rezultatin që ka Aleanca. Po është ajo pjesa që tha Labenioti, pjesa gentlemane që Dauti nuk e sheh ndoshta politikën për një karrierë në Kuvend Kosovës dhe ka dashur me dhënë një hapësinë pjesës tjetër të Aleancës që ta harrojmë edhe idenë që shumë i nevojshëm brenda kuvendit për shkak diskutimeve që i ngritur ata janë brenda kuvendit. Garantoj që ata janë Haradinajt brenda kuvendit pas secilit deputet të Aleancës në Kuvendin e Kosovës.